disa njerëzi fiqiri si me manifestu ma shpejt edhe ma let, unë i pyetja ata, a je në gjendje me hy në për konflikte në jetën tonë? Edhe kur më pyesin prap, po si me jene për konflikte? A je në gjendje me jene për konflikte? Dhe për konflikte, kur hin, ti je 100% autentik. Edhe kur je 100% autentik, ti vibron më së larti. Kjo do të thotë, kur je autentik, ti nuk ki asnjë mosk, nuk lun asnjë rol në mënyrë të pavetdijshme, por je komplet vetja jote e vërtet. Për me qenë vetja jote e vërtet, për me qenë autentik, dush mas pari me kon i gatshëm, me hyjnë për konflikte. E pse? Sepse njerëzit nuk të dojnë ty ashtu si qeti. Njerëzit të duan kur ti vendos maska, kur nuk je vetvetja. Sinqerisht po flasim, sa herë shprehesh në atë mënyrë që shtin jenë, kur je me dikon. Sa herë e thut vërtetën, sa herë përbihesh, e ndrydh emocionin. Sa herë, në të shumtën e rasteve, jam e bindur, sepse askush nuk guxon me qenë autentik. Autentik nuk do me thonë me qenë vetëm pa komplekse. Do shta me u shfaq në pamjen e jashtme ashtu si. Autentik do me thonë me qenë komplet mënyra e jote, ashtu si s'ka kriju Zoti. Pas një lloj dorëze. Thjesht me thonë ato që e ndjen. E kur e bojmë këto, na jo që i lëndojmë njerëzit, se njerëzit lëndohen vetë, sepse ata i kanë pritshmëritë e veta, ata presin prej teje që ti me qenë i mirë, me qenë i dashur, me qenë i respektueshëm. Po disa herë që i don me qenë i mirë me të tjerët, ti nuk je i mirë për veten tënde. Edhe kjo është arsyeja pse shumica njerëzve e kanë vështirë me manifestu, sepse nuk janë vetja e tyre. E kjo është arsyeja pse unë e them që vetëm me shkru nuk mjafton. Nuk mjafton vetëm me shkru një teknikë. Kur ti nuk guxon me u shpreh, nuk guxon me qenë vetja jote, kur ti e ndrydh emocionin, ti nuk mundesh me vibru lart, edhe kjo është arsyeja pse nuk ndihmojnë teknikat e shkrimit. Pra, dëgjoj edhe një herë këtë video nëse ke nevojë. Edhe fillo njëtën e përditshme me kuptu a je autentik, apo guxon me u shpreh, apo e thua ata që po e ndjen, çka je duke ndryer. Sepse vetëm kur jemi autentik dhe kur je vetja jote e vërtet, atëherë ti vibron, ti je në energjinë më të lartë, sepse nuk duhesh me ndryshu, nuk ndryshon. Sa herë që ti ndryshon, ti je në energji më të ulët. Sa herë që i vendos një mosk vetes, ti je në energji më të ulët. Edhe kjo është pikërisht arsyeja pse shumica e njerëzve, apo ti ndoshta që po më dëgjon tani, nuk je duke manifestuar. Ndoshta manifeston, por jo shpejt edhe lehtë. Kjo është. Edhe pra për me manifestu shpejt e lehtë, dush me hyrë për konflikte. Sepse kur e thu mendimin ton, njerëzit s'kan me dashur ashtu si qenë. Njerëzit kanë me qenë kundër teje. Nuk kanë me pranuar. Po kur ti i ke qëllimet të tua, është okej. Ata njerëz që nuk pranojnë ty ashtu si që ata ty nuk dojnë. Ty dojnë vetëm për shkak të moskave tua. Atëherë çka është më mirë? Me dosh ti veten pa moska, e me arrit qëllimet e tua, apo me dosh tjerë ty për shkak të moskave. Nuk ka rëndësi kush janë ata persona. E vështirë është kur janë familjes. Edhe me të familjes mundemi me qenë pa moska. Por, kjo tash nuk do të thotë se unë jam vetvetja jeme, edhe tash unë duhet me lëndu njerëzit. Jo me lëndu njerëzit. Por me pranu ti veten tonë ashtu si qenë. Me qëndru fjales tonë, me ju qëndru besnik mendimeve tua,
mendimeve të vetëdijshme, jo mendimeve të pavetëdijshme. Atëre, këqyre që shkanë me orë manifestime.